zgjedhjet lokale neve na prodhuan një realitet ri në Kosovë. Cili është realiteti? Realiteti i ri në Kosovë është kthimi i pushteteve lokale në duart të listës serbe në për komunat ku jeton shumica e komunitetit serb, ose komuniteti serb me shumicë në ato komuna. Pra, kryesisht i kemi... Çka ndryshon kjo? Ndryshon shumë, sepse para zgjedhjeve lokale, qeveria kuvendi i Kosovës mëtoj edhe hezitoj të votoj në kryetarin e kuvendit nga lista serbe. Por e votuan një deputet serb jo të këti klani, të këti grupi, dhe frustrimi i këti veprimi të shqiptarve, në këtë rast, do të shtyj tani një hap tutje komunitetin serb me përfaqësuesit tani më legjitim të tyre në Kosovë, që janë kryetarët dhe këshilltarët komunal apo asambleistët e këtyre komunave të komunitetit serb, të cilët nga zhgënjimi, në thojza, do të reagojnë përmes iniciativës së radhës. Unë po pres që gjatë këtij muajit tetor, ta iniciojnë themelimin e asociacionit komunave serbe. Pra një autonomi brenda Kosovës, jashtë jurisdiksionit të Republikës Kosovës. Pra, Iniciojnë, dhe më thënë, të provojnë. Jo, iniciojnë, së është me provu inicim. Inicimi është veprim. Okej. Pra, kanë me vepru. Dhe atëherë kur, se nëse, nuk ka mo nëse, po atëherë kur provojnë, sepse ta janë marrë vesh, që ta marrin këtë hap, unë pres që institucionet e rendit edhe të ligjit në Kosovë të veprojnë. Që këtë provokim që po thu ti, që Albin Kurti është i vetmi... Provokim thojza. Thojza. I vetmi i cili mundet me qullë që ata gjendë në fund, a mund të më qenë me rrezikshmëri për Kosovën? A mund të kemi përsëri jetra të humbura, një luftë reale, konkrete? Tani, unë për masat e këtij konflikti nuk i di. Se a do të ketë konflikt. Po. Të armatosur?